Në vitin 1927, në një cep të harruar të Ballkanit, në një fshat shqiptar pranë manastirit, ndodhi një përballje që sot duket pothuajse e pamundur për të besuar. Një ngjarje që nuk u ndërtua për të bërë legjend, por që u shndrua në të tillë pikërisht sepse ishte reale. 4 shqiptar, 4 burra të zakonshëm në pamje të parë, u përballen me forcat e një mbretërie të tërë dhe dolën prej saj jo si të mundur, por si simbol i një rezistence që friksoi pushtetin më shumë se çdo ushtri e rregullt. Para se të vazhdojmë me këtë histori tronditse, nëse mendoni se histori të tilla nuk duhet të fshihen, por të tregohen brez pas brezi, pëlqeni videon dhe abonohuni në Histori Epike. Kjo na ndihmon që rrëfime si kjo e 4 kaçakëve të Ostecit të mos mbeten në harres. Për ta kuptuar këtë histori duhet të kthehemi pas në kohë, në vitet pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Ndërsa në Vlorë ngrihej flamuri, pjesa më e madhe e trojeve shqiptare mbeten jashtë kufive të shtetit të ri. Manastiri, qytet kyç në historinë kombëtare shqiptare, u vu nën administrimin e mbretërisë serbo-kroato-slovene. Por shqiptarët e asaj treve kjo nuk ishte thjesht një ndërim administrate. Ishte fillimi i një periudhe të errët, ku pushteti vinte me uniform, arma fliste më shumë se ligji dhe frika përdorej si mjet qeverisjeje. Në përfshatra dhe qytete, ushtria dhe policia slave silleshin si zotër të tokës, arrestime pa arsye, rrahje publike, dhunë ndaj familjeve shqiptare dhe përpjekje të vazhdueshme për nënshtrim. Përballë këtij realiteti, një pjesë e shqiptarëve zgjodhen heshtjen, një pjesë durimin, por disa zgjodhen rrugën më të vështirë, rezistencën e armatosur. Ata u quajtën kaçak, për pushtetin ishin kriminal, për popullin ishin mburoj. Nga fshati Ostec dolën 4 vëllezër, të njohur si Seferi, Ramadani, Lumani dhe Zekmani, me mbiemrin Stafaj. Të rritur në një mjedis ku nderi, fjala e dhënë dhe toka nuk diskutoheshin, ata nuk e pranuan kurrë realitetin e pushtimit. Për ta të jetoshin në shtruar ishte më keq se të vdisje duke luftuar. Dhe kështu në një moment që nuk u shënua në asnjë dokument zyrtar shqiptar, por u regjistrua mirë në arkivat e armikut, ata morën armët dhe dolën në mal. Fillimisht veprimet e tyre dukeshin si goditje të izoluara. Një ushtar i vrarë këtu, një patrull e zhdukur atje, por shumë shpejt diçka nisi të ndryshonte. Në rrethin e manastirit numri i ushtarëve dhe policëve të vrarë filloi të rritej në mënyrë alarmante. Nuk kishte model të qartë. Sulmet ndodhnin në kohë dhe vende të ndryshme. Autorët nuk kapeshin dhe pikërisht kjo ishte ajo që friksonte më shumë pushtetin. Armiku ishte i padukshëm. Raportet policore të asaj kohe flasin për një situatë jashtë kontrollit. Në dokumente theksoi se rrethi i manastirit po shndrohej në zonën më të rrezikshme për shërbimin shtetëror. Gazetat serbe filluan të shkruanin me tone gjithnjë e më të ashpra, duke pranuar se diçka nuk po shkonte. Një prej tyre në vitin 1927 do ta përshkruante situatën me një titull që sot i ngëllon si dëshmi e turpit shtetëror. Manastiri po bëhej varr për ushtarët e mbretërisë. Dhe këtu lind pyetja që çdo dëgjues duhet ta bëjë vetë. Si është e mundur që një grup kaq i vogël njerëzish ta çojë një shtet në këtë gjendje frike? Ndërkohë në odat shqiptare emrat e vëllezërve Stafaj përmendeshin me zë të ulët, por me respekt. Ata nuk ishin vetëm luftëtar, por shenjë se pushteti nuk ishte i pathyeshëm.
Megjithatë, fama e tyre u bë edhe rreziku i tyre. Mbretëria vendosi shpërblime për informacione, shtoi hetuesit, shtrengoi kontrollin dhe ushtroi presion të jashtëzakonshëm mbi popullsinë civile. Rrahje, kërcënime dhe terror psikologjik u përdorën për të thyer heshtjen. Dhe në fund, heshtja u thye. Një informacion i vetëm mjaftoi që alarmi të ndizte deri në Beograd. U vendos që goditja të ishte përfundimtare, jo me ndjekje, jo me pritje, eliminim. Plani ishte i detajuar. Fshati Ostes do të rrethohej nga qindra ushtar për të izoluar çdo ndihmë të mundshme. Ndërsa një forcë tjetër do të nisej drejt manastirit, aty ku 4 kaçakët ndodheshin të strehuar në shtëpinë e tezës së tyre. Kur forcat slave mbërritën dhe rrethuan shtëpinë, situata dukej e qartë. Numrat ishin ndërmues, 200 ushtar përballë 4 burrave. Për pushtetin ishte çështje minutash. Ata i kërkuan të zotit të shtëpisë të dorëzonte mysafirët. Ai refuzoi. Doli në dritare dhe qëndroi në fjalën e dhënë. U vra pa mëshirë. Ajo vrasje shënoi fillimin e një nate që do të trondiste themelet e mbretërisë. Nga errësira e mbrëmjes deri në dritën e parë të agimit, shtëpia u shndrua në një fortesë. 4 shqiptarët luftuan nga çdo cep, duke lëvizur vazhdimisht, duke krijuar përshtypjen se brenda kishte shumë e më tepër njerëz. Çdo përparim i ushtrisë shoqërohej me humbje, çdo tentativë për thyerje të rezistencës përfundonte në kaos. Ushtarët filluan të dyshonin. Disa mendonin se po përballeshin me një qetë të madhe. Të tjerë besonin se kishte përforcime të fshehura. Askush nuk mund të pranonte se 4 burra po mbanin peng një operacion të tërë ushtarak. Bilanci ishte shkatërues. Rreth 180 ushtarë të mbretërisë mbetën të vrarë. Vetëm rreth 20 arritën të shpëtonin, të tronditur duke hedhur armët dhe duke u larguar mes britmave, të bindur se kishin luftuar kundër 400 e jo 4 kaçakëve. Nga ana tjetër, Ramadani mbeti i paprekur. Lumani i plagosur rënd arriti të mbjetoj. 2 vëllezërit e tjerë ran heroj. Bashkë me disa shok, ata qanë rrethimin dhe u tërhoqën drejt Shqipërisë. 4 burra kishin bërë atë që një ushtri e tërë nuk kishte arritur. Ta turpëronin një mbretëri në sytë e vet. Gazetat serbe u detyruan ta pranonin realitetin. Titujt flisnin për 4 kriminal shqiptar që kishin marrë me vete jetën e 10 ushtarëve. Por pas këtyre fjalëve fshihej një frikë e madhe. Nëse 4 mund ta bënin këtë, çfarë mund të bënte një popull i tërë? Hakmarrja erdhi mbi familjet. Me urdhër nga Beogradi, u vendos që fisi të dëbohej, varret të shkatëroheshin dhe emri i tyre të zhdukej. Jo sepse nuk mund t'i vrisnin, por sepse kishin frikë se gjaku do të sillte gjak dhe rezistenca do të ndizej sërish. Kjo histori nuk është thjesht një episod lufte, është dëshmi se liria nuk matet me numra, por me vendosmëri. Është provë se pushteti friksohet më shumë nga ata që nuk kanë asgjë për të humbur përveç nderit. Dhe sot, turpi nuk është ajo që bëri mbretëria, por fakti që histori të tilla pothuajse po harrohen. Na tregoni mendimin tuaj në komente dhe ndani këto histori që nuk duhet të mbeten në harres. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.